klasikeve të basketbollit të Kosovës zhvillohet sonte në Karagaq të Pejës, aty ku herën e kaluar, por sikur që ndeshja e fundit në Mitrovic, edhe këtu në Karagaq u mbyll me vetëm një pikë dallim. E sonte kur po i afrohemi fundit të këtij pjesës së rregullt të sezonit, ballafaqohen shqiponjat e ekipit të Pejës dhe Mitrovicasit e Terepqës. Në radhë përshëndetje të nderuar shikues, jemi bashkë me pamje, duke ju me pamje në fakt, ndërsa ne duke transmetuar drejt për së drejti nga palestra e Karagaqit në Pejë, ku do të jemi dëshmitar të kësaj përballje të xhiros së parafundit, siç thash, të pjesë së rregullt të sezonit. Sonte ku në tjetër kohë në kryeqytet do të luan Prishtina kundër Bashkimit, derisa po i afrohemi fundit të sezonit do të qartësohen ndoshta qysh sonte gjërat sa i përket skuadrave që kalojnë direkt në play-off dhe si në çfarë pozita atakohen. Po e shihni edhe ekipet në total, ndërsa sa i përket peshëve startuese, trajneri Sebastian Krasovec e nis të përballje me Marcus Towns, njëri prej atyre që erdhi në miniafatin kalimtar. Ronukaj, Dardan Berisha, normalisht Tristan Ikpe dhe Benas Grisjunas. Ndërsa në anën tjetër Adis Beqi Ragic, Michael Green, Mikajlet Mushic, Michael Charles Myers, te Kele Mozet Koton dhe Dardan Kapiti. Këto janë pra pesët që po i shihni edhe grafikisht para fillimit të sfidës. Treshja e gjyqtarëve sonte përbohet nga Artan Gashi, Eldin Uglari dhe Adhe Goçaj. Thash pra, nga 3 takimet e këtij sezoni, vetëm ai i pari në Mitrovic ishte me një diferencë jo dyshifrore, por pak më të lartë, por ndryshe 2 takime tjera këtu në Karagaq ishte 65-64, pra dramë e vërtete, pastaj edhe në Mitrovic në njëjtë 67-66 në një pik dallim. Shem edhe trajnerin edhe ky i ardhur si zëvendësim, të themi zëvendësim pasi shkëputën marrëveshjen me Daniel Nelson, skuadra e Pejës, dhe me trajnerin e ri në fakt edhe kanë arritur që shfaqen rezultate të kënaqshme. Të shohim gjithmonë, është interesant përballjet e siç dihen, them kështu, klasikeve të basketbollit të Kosovës, ku hyn normalisht përballja në mes të Pejës dhe Terepqës nuk zgënjejnë, edhe tifozëria pejane që gjithmonë janë themi përplot duke mbushur palestrën Karagaq. Që në aty edhe fytyra eminente, themi kështu, nga ky qytet që janë pjesë e basketbollit. Pjesës tjetër të federatës. Sa i përket takimit të kaluar në Karagaq, që ishte ndeshja e tyre e dytë, e që ishte zhvilluar në javën e 13, do të thënë që ishte një ndeshje në cilën me paraqitjet mirë pesha startuese shkëlqeu tek pejanët. Në anën tjetër Kapiti ishte drejtari i cili ishte pasur paraqitje më të mirë tek skuadra e Terepqës. Për ndryshe, Dardan Kapiti tani vonë sa po nënshkroi një zgjatjen e marrëveshjes apo kontratës për 2 vite tjera me skuadrën e Terepqës. Ju që jeni pranë aparateve televizive, vendosuni mirë dhe shpresoj të kënaqeni dhe ta shijoni këtë përballje. Shohim akcioni parë që nis me Mitrovicasit, por nuk ka pikë. Janë pejane tani që organizojnë
sulmin e parë përmes Towns. Towns, se mankosh vetë dherë në fund nuk ka shëni, por është ndalë loja me gjithat. Edhe diku 5 sekonda për këta akcion. Rolling atë dhe fade away pastaj nga Dardan Berisha. Ka kaluar të pjecat ndryshme me qytetin dhe skuadrën e PES, por është tani ma aty ku edhe të themi kishte nisur gjithë shka për të. Ja Pejana pra që apin sërinë e shënimin të sonte nga këtë takim. Aty deri në fond, nuk shalan tentimin e parë, por i sakt me një follow-up. Myers për parazuar shifrat në këtë fillim. Ndryshe Ema Berisha që ka nisur mirë me këto pikën e para për skuadrën PES në fillim. Cotton suston deri në fund, nuk ka shënim. Ka topin Towns. Arrin të aty pran Green, shkon vetë deri në fund, por vjen blokada e Kapitit me gjithë atë. Parmirson aty ikpe. Relativisht saktësi e mirë deri më tani brenda perimetrit nga Niko Qirët. Kapiti tani shuan jashtë perimetrit, nuk është i saktë, ishte ku tentimi parë për 3. Në anën tjetër Qetson Berisha duke kërkuar edhe ndihmën e Grisionas. Ndalet loja. Kemi personal në parë. Michael Charles Myers. Shfrytëzon aty edhe aspektin fizik e shtashatësinë e tij Benas Grisionas. 8-2. Pas më pak se 3 minuta nga fillimi i ndeshjes, Pejanët me një përsi prej 6 pikëve, një tjetër këndimi pa suksesshëm nga Trepça, por duket që kemi një tjetër faul. Dalur tranzicioni PES me një ndërhyrje pa lejueshme. Ola një vështrim drejt bankës së Trepçës, qendron i qetë Beqiragic. Është ndoshta fillimi. I sa kërkon disiplinë trajneri. Ishtë trajnerit i Goriullit dhe tashin e kohë tek Trepça. Qoj me drifishuar aty Green. Ja dhe disi të asistoj deri te Kapiti, shkon deri në fund, nuk ka shënim. Rebound në mbrojtje nga Grisionas. Towns. Vendos që është pra aty me Ukajn. Do të qep topi për sëri për Pejanët. Sojma. Një blokada aty tani në mbrojtje Moshic. Shkon vetë në fund me një kost, por nuk ka shënim. Tjetër rebound nga Grisionas. Towns i vetëm për 3 nuk ishte i sak Ukaj.
Tentimi dyti Pejame për 3 pikë, në anën tjetër insistojnë aty Mitrovicasit dhe vinë këto pikë tani përmes Cotton. Pojnë avantazhin në Pejanët, momentalisht me 4 pikë. Që agresiva aty, ka bon Berisha ma të pasimin, të cëtohet pasimi, më pas fauli i Pejave që vjen përmes Tristan Ikpes, duke ndalur atë kundër vritit të shpejt. Luajtja për 3, jo, as kësaj radhe nuk ka saktësi. Në tjetër, sëri kemi një tjetër faul, i treti kë nga lojtarët e Trepçës. Është i dyti për Myers. Shoj për erë të parë sonde, kemi një lojtar në vinë gjuajtjeve të lira. Jonas sa normalisht pas personalit së dytë të Myers tek Trepça u bërë gati ndrimi. Kemi skuadrimin me Sammy Hunter derisa nuk shënon asnjëherë nga 2 tentimet Gris Jonas. Vetet rezultati 8-4 për Pejën. Kur jemi në gjysmën e çerrekut, një gjuajtje për 3 kësaj radhe suksesshme për Mitrovicasit. Pas tentimit të 4 jashtë perimetrit, kjo është i pari sakt. Tani seri prej 5-0 nga rezultati 8-2 në 8-7. Vetëm një pikë përsia e Pejame. 2 luftim aty i 2 qendrave. Jaku vjen në ndrimi para lajmëruar. Jagut, Michael Charles Myers, Sammy Hunter në parket në vend të tij. Green. Ja, kontakti i parë me topin e Hunter. Mušić. Pasëri pasimin për të Mušić ka piti. Down pass. Kësën i bukur këj. Trepçës. Dyshja të Mušić e Dardan ka piti. Kemi e përsin e parë sonte për skuadrën e Trepçës. Në anën tjetër. Nga distanca. Edhe Pejanët me treshën e parë. Në tentimin e tretë sonte. Mušić. Nuk ka shënim. Rekuperojnë topi Mitrovicasit. Gjuajtja për 3. E sakt. Sammy Hunter. Tentimit i parë presu inkuadrua nga banka dhe quan nga distanca për të shënuar. Kështu duke kthyer edhe njëherë përsi minimale për skuadrën e Trepçës. Nuk ka faul aty. Del me shpejtësi. Nuk intervenon trajneri Krasovec me time-out. Që manjerë atë shënimin e Cotton. Janë përjet me 14, tani 3 pike përsi për Trepçën. Djerit edhe e përsia më e lartë djerë më tani. Duke kujtuar që Pejanët e patën atë avantajin 8-2 për 6 pikëve. E juan pastaj një sërit sukseshme të musafirve që arritën ta ngushtojnë në një moment të rezultatin në vetëm një pike, pastaj të krijojnë në përsim. Interceptatus Mušić atë pasim të sapën kuadruarit të Morsell. Bojnë topi Mitrovicasit përkundër presionit të Nikoqirve.
Kajlet Mushic. Kapiti i largon topin. Lojtari Pejes vjen pak përgëstuar pas lojtarin e tij Grisionas. Shfaq pak knaqësinë trajneri Beqi Ragic me mbrojtjen e skuadrës së tij në atë rast. Në anën tjetër një flow i suksesshëm shënon me faul aty. Ja, ne shohim Cotton nisën dy lojtarëve Pejan. Arrin nxjerr edhe një gjuajtje të lirë. Shko edhe duke mbajtur edhe përsin prej 3 pikëve për të Repçën, kur kemi edhe 2 minuta 14 sekonda dhe në fund të çerekut të parë. Larguar Berisha ka lënë vend për Amin Hot. Megjithatë edhe Tulio da Silva, tjetër lojtar i Albumnia Ballë kalimtar. Ose edhe tek Trepça, po bëhet gati inkuadrimi ndër Ilona Irizit. Bugarin të shënon. Ka via gjuajtjeve të mira. Attend one. Tek Kelle Monzet Cotton. Jeni tek via gjuajtjeve të mira. Shënë janë këtë një çfarë. Por kalojmë nga i moment tani. Tjetër, pikët e para, e të inkuadruar nga Tulio da Silva. 15 me 16. Gjuajtja për 3, suksesshme. Nga playmakeri Michael Green. Janë përndryshë këto pikët e para të Green sonte në tentimin e dytë nga loja. Para gjuajtje në fakt e dyta, kërkojnë ndjes për 3. Dhe tentimin para prak nga loja kishte për 3 pikë. Duke që është kërkuar të rishikohet një situatë. Në fakt jo, Oqin Dur edhe Beqi Ragic edhe gjyqtarët, si do që tjetë 15 me 19. Momentalisht 4 pike përsi për Mitrovicacit, që përsia më e lartë dherë më tani. Sajmë të akcion të Trepçës, gjuajtja për 3 ballore, sakt, Sammy Hunter. Me një tjetër 3 pikësh. Hunter që është 2 për 2 jashtë perimetrit. Kjo treshe tani duke krijuar edhe përsin më të lartë deri në këtë moment që është 7 pikë detyron trajnerin Sebastian Krasovic që të kërkoj timeout me 1 minutë e 13 sekonda deri në fund të çerekut të parë. Derisa po ishin disa prej momenteve të këtij çereku. I përket realizatorëve tek skuadra e Pejes. Deri në këtë moment Grisionas e Berisha me nga 4 pikë. 3 pikësh nga Towns. Ose Ikpe përveç 2 pikëve kontriboi edhe me 4 rebounde. Ka 11 që ka skuadra e Pejes, 3 tjera edhe Grisionas. Në anën tjetër tek musafirët Cotton me 9 pikë deri më tani 2 rebounde. Dërsa realizatori dytë është Hunter, lojtari që u fut nga banka me ato 2 treshe nga poaq tentime. Janë kthyer pas atij timeouti të dyja skuadrat kur jemi duke futur në sa vemi futur në 60 sekondat e fundit të çerekut të parë në Karagaq. Edhe njerë kujtojmë është kjo
Njëra prej këtyre ndeshjeve të gjirës së parafundit të pjesë rregull të sezonit. Faza e play-offit pritet jetë nxehtë. Po në pikën aty të Pejanve, një tjetër tentim jashtë perimetrit. Sa e rrallë madje edhe me tabel. Futë treshe Madut. Towns. Do loja. Në vinë gjuajtjeve të lira. Marquez Towns. Është lojtari i dytë tek Pejanët që është në vinë gjuajtjeve të lira. Kujtojmë paraprakisht Kristiunas ishte 0-2. Towns. Shëran njëra nga 2 tentimet për rezultatin 18-25. Janë 15 sekundat e fundit të çerekut të parë. Në themi ato 2-3 minutat e para nisën mirë për Pejën, derisa e zuri momentumin e vet edhe skuadra e Trepçës. E këtu dhënë faul në dëm të Ajrizit, se protestonte edhe Ajrizit trajneri Beqiragish, por vendimi është i fundit nga gjyqtarët. Do të kenë këto sekundat fundit Pejanët gjuajtje nga distanca, por pak nuk arrin të shënon Daryl Morsell. Mbyllet ky 10 minutë që parë, i cili kujtojmë nisi me atë përsin 8-2. 2 minutat e para për Pejanët, ndërsa mbyllet 18-25 me 7 pike përsi për Trepçën. Skuadra e Pejës gjatë këtij 10 minutë të parë ishte pak mbi 50% nga loja, ja, po e shihni. Duke llogaritur edhe i vjen 8 për 15, nëse llogarisim edhe këtë tentimin e fundit nga gjysma e fushës. Por i përmirëson themi statistikën që të jetë mbi 50% pikërisht efikasiteti për 2 pikë, pasi për 3 pikë janë 1/4, për dallim nga Mitrovicasi që janë duke gjuajtur 5/9 nga distanca, dhe këtu bën ndryshimin gjatë çerekut të parë. Nisë 10 minutë që dytë në Karagaq. Të parët me aksionin janë musafirët. Dojmë ngrihen në Ajrizin aty. Dueli Ajrizit me Tullio da Silva. Veterani insiston deri në fund. E kështu e nisin me duke shudzuar aksionin e parë Mitrovicasit në këtë çerek të dytë. Normalisht ata Berisha është kthyer në parket pas një pushimi që bëri.
Sulejman Koshin atë dhe Morsel me këtë përplasje topit, dhuron pak edhe atrakcion për publikun vendas. Duke kthyer kotën në parket. Realizatori më i mirë tek Trepça deri në këtë moment. Tash më erdhi me 9 pikë. Ku është me efikasitet të lartë në fakt edhe nga loja 80% 4/5, nga loja 3/4/2, 1/1 për 3 pikë. Hajrizi e vërin në kron tjetër atje Kastratin, por nuk ka shënime pastaj. Fauli drejt Hajrizit që ndola dalje të shpejtë pes përmes Dardan Berishës. Rikuperuar me gjitha të përsëri topin aty. Esi 2 herë nuk arrin shënon Tulio da Silva. E pastaj fauli në Kastratin. Është Erion Kastrati me maskën mbrojtëse. Tjetër aksion i Mitrovicasve, Hajrizi. Nuk kalon ai pasim aty, ndal Berisha, dalje shpejt tani e Pejanve. Plotson dëshirën Tulio da Silva me këtë përplasje të topit, një pjesë të shikuesve që arrita t'i dëgjoja në sfond. 22-27 tani. Kutohet në 5. E përsia Trepçës të Kastrati, airball. Shojma. Kemi faulin. Janë deri tek ndrimi, në fakt duket po i 2 fish tek Trepça. Përveç Kastratit largohet edhe playmaker Michael Green. Gangoletje Cotton. Pika 1/10 e ti. Amin Hot. Pa prana i rizën aty. Berisha nuk shkon treshja. Mušić në rebound. Dale loja aty, kishte faul paraprakisht. Personale e pare Dardan Berishës. Përdysha rova teme bashkë me Mušić që Eri kthyer në parket për herë të parë, më herë tu inkuadrua edhe Batintuna e sapo po një tjetër 3 pikë për Trepçën që arrin të krijojë nëpërsi të dy shifrore për herë të parë sonte, pra prej 10 pikëve. Amin Hot shkon deri në fund, por nuk
Ka shënim në atë lay-up në anën tjetër tani Cotton. Ligjer me një step back dhe lëshon këto 2 pikësh. Edhe pse nga banka e Mitrovicas dhe pretendojnë për faul edhe. Gjuajtje nga gjysmë distanca, nuk ka pikë për Morsell. Pasimi me njëshëm atje Tuna, nuk arrin të shënon. E më pas faulin Amin Hot. Tani tu ka ankes për Banka Trepçës për rastin e mëhershëm e në anën tjetër tani nga vendasit që me gjas kërkohet një faul jo sportiv në Tunën. Dhe pikërisht Banka e Pejanve ka kërkuar që pra është një challenge, ka kërkuar të rishikohet situata e fundit. Bama gjyqtarët që edhe një vështrim, por nuk pati nevojë që përsëritej më shumë. Ta situata ishte e qartë me duke hedhur shikinin vetëm në një përsëritje. Si veç që tjetë, ka nis loja me këtë rivënje për Pejanët, cilët po e gjejmë vetën në një disavantazh për 12 pikëve në këtë moment. Një po edhe 5 minuta gjysmë të këtij çeregu në pjesën e parë. Kresionas. Do pikët e tij të para në këtë çereg. Marrin topin tani Pejanët. Towns nis një aksion të ri për Pejan. Shkon vetë deri në fund. Shanja floater. Ishte i pas suksesshëm. Interesant Towns, goxha efikasitet të ulët deri më tani përkundër 6 pikëve, por 2/8 nga loja, 1/6 për 2 pikë. Tjetër faul aty. Kjo gjuajtje për 3 që si shduket gjyqtarët do ta shikojnë më pas a ishte shkelur via apo jo. Me topin intercepton atë pasim aty Towns, Berisha për 3. Kjo i nevojite e Pejës dhe Karagoqit në këto qaste. Back to back treshet që dhejnë jetën zonë do pak tek skuadra e Pejës që ishte në minus 12. Normalisht, nërja, Peqerakit vetë se kështë përgatitur time-outin. Prej momenteve
minutave të këtij çereku ku kemi edhe kohë gjatë deri në fund, 4 minuta e 42 sekonda. Është ajo plasja e topit nga Morsell. Por ajo që i ngriti në këmbë të gjithë në Karagaq ishin këto 2 treshe të rresht. Fakt po rezulton se super me shajnë e gjyqtari, pra njëra prej tyre ishte me gjitha të 2 pikësh. Me topin në Kravicasit pas time-outit. Ky faul në sulm tani. Jemi në një mënyrë Grisionas që e detyron Charles Myersin të shkakton në personalin e tretë. Qysh tani dhe normalisht me njerë intervenon Beqiragic duke ullur në stol. Shtyr Kapitin në parket. Asistim aty por Tulio da Silvan. Tani jemi me këto momente, me këtë momentum pozitiv për Pejen, mirë po Tuna. Arin ta rikuperon topin. Gauti në mbrojtjen e Pejanve. Green. Shkëndon loja. Grisionas me personalen. Një me 34 momentalisht rezultati. 3 pik. Green. Sipër. Tulio da Silvas. Po frik lëshon a floater dhe shënon edhe pikët e radhës të Repqës. Anën tjetër Berisha për 3. Snojpi i dikurshëm i Dardan Berishës tani në këto 2 minuta. Mitrovicasit rikuperon një tjetër top në sulm. Të Mushic. Pasim fenomenal në postin ullët. Hunter zotron topin dhe duke liruar nga lojtari ti më pas me lehtësi shëronat të 2 pikëshin. Pika 8 personale ti. Towns. Amin Hot. Gjuan për 3 i shkurtër. Green. Me njerë për Tunën. Mundohet të këthen pasimin prapa. Una tjetër rebound në sulm. E tabel tani. Janë këto 2 reakcion të fundit ku arritën edhe pas tentimet parat pas sukseshme Mitrovicasit me reboundën në sulm që t'i rikuperonin topat. Duke shkoputur në 6 e përsi. O një gjuajtje pas sukseshme aty për 3 nga Da Silva. Ishte tentimi ti i par nga distanca sonte. Si i gabuar nga Green. Shpandaron me këta akcion. Shohim Beqiragic me gjithat. Lëshon një buzëqeshje. Në 2 minutat e fundit të pjesës së parë në Karagaq.
Por, dalim nga qereku I parë, ky I dyti. Me rezultat goxha të paraspeshuar. 16-15 për Pejen në rezultatin brenda këtij qereku të dytë. Tema I parë ishte 25-18 për Trepçën. Paruar që edhe musafirët në një moment e patën e përfshin 12 pikë, cilën në një seri të suksesshme Pejanët e ngushtuan deri në 3 maksimumi. Ka regresionas në vijnë në gjuajtjeve të lira. Që pozit nuk është edhe forteja e tij, themi. Do tjetë inbound 14 sekundë për Trepçën. Green. Një ankes nga Beqiragic, gabon tani 2 herë është me pasimin Michael Green. Punësi që Pejanët arrit ta shfrytëzojnë këtë aksion, ta ngushtojnë rezultatin e Beqiragic që bën gati ta kthen në parket Cotton. Nuk ka shënim kësaj rrallë për Berishën. Në anën tjetër Tona në baseline. Vjen treshja. Të paktat në këtë qerek pasi rikastetën më të lartë dhe patën në qerekun e parë për 3 pikë. Trepça. Si ishte kështë thënë presidenti Shteteve të Bashkuara të Amerikës, good television. Beqiragic në ofron pak zbavitje me reagimin e tij, ku në fakt çudinë e tij, habinë e tij që sipas tij nuk pati faul aty, por ishte gabim në hapa, megjithatë vlerësimi ishte tjetër nga gjyqtarët. Shojmë më vjen gjuajtjeve të lira. Morsell 30 sekondat e fundit të pjesës së parë. 6 pika përsi për Trepçën. 37-23. Tmušić. Hunter të duel me Berishën. Lëshon aty për Tunën. Insiston, por është ndalur nga Graciunas. E në anën tjetër kemi faulin nga Daryl Morsell. Me qenë se Peja është në bonus, do të kemi 2 gjuajtje të lira, ashtu kështu ishte tentim aty. Shënim pra. Morsell era e dytë në këtë pozit, më herët ishte I saktë në të dyja tentimet 2 për 2. Dy trajnerët janë duke bërë gati ndrimet. Cotton që ishte I paralajmëruar më herët tek Trepça, ndërsa në anën tjetër Tulio da Silva të larguar dy lojtarë në shtatlop tek të 2 skuadrat. Graciunas në njërën anë dhe Kapiti në anën tjetër. Megjithatë ka time-out para se të vazhdojnë në këto 7 sekonda sa kanë mbetur deri në fund të qerekut të dytë dhe pjesës së parë në përgjithësi në Karagaq të Pejës.
Ndryshe, në kjente kohë që valuat ndeshja në kryeqytet në mes të Prishtinës dhe Bashkimit, rezultati është i ngushtë, atje pak me vonesë ka filluar takimi e këtu. Nuk shfrytëzon sekondat e fundit për të shënuar edhe ndonjë pikë mbyllët me rezultatin 39-43, kjo pjesë e parë. Qeriku i dytë që është goxha interesant nga ajo situata po momenti kur skuadra e Trepçës krye përfshin maksimale 12 pikë deri tek seria e pejanve me në krye Dardan Berishën që e ngushtuan pastaja 12 pikë në 3 për ta mbyllur pjesën e parë me 4 disavantazh vendasit apo 4 e përsi musafirët. Kemi një shkëputje 15 minutë për të kthyer me pjesën e dytë që ndeshja e gjirës së parafundit të pjesa rregull të kampionatit Superligën e Kosovës në basketbol sezoni 24-25. Dëgjohemi pas pak.